Në kuadër të festave kombëtare të nëntorit, ditës së alfabetit të gjuhës shqipe, ditës së pavarësisë dhe 29 nëntorit, ditës së çlirimit, Bashkia Mallakastër dhe zyra vendore e arsimit parauniversitar, në bashkëpunim me shkollat nëntëvjeçare dhe të mesme, kanë organizuar aktivitetin festiv me nxënësit me aftësi ndryshe të shkollave të kësaj bashkie, e titulluar Edhe unë shqiptar. Në këtë veprimtari festive, ata dëshmuan dashurinë dhe krenarinë që ndjejnë për adeun e tyre, është shprehur drejtoresha e ZVAP, zonja Loreta Zeqaj, në fjalën e hapjes së këtij aktiviteti. Ndër të tjera, ajo shpreh se kjo është një ditë ndryshe, me shumë emocione për këta fëmijë, të cilët kanë nevojë për mbështetje, për dashuri, për përkushtim dhe kurrë për mëshirë. Gjithashtu sipas saj, ata që familja e ka në gjirin e vet, le ta plotësojmë ne si mësues dhe drejtues. Le të jemi ne foleza e tyre, dora që i përkëdhel me dashuri dhe qetësi, ku të mbështesin kokën çdo fëmijë me aftësi ndryshe. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndes në radhë parë prindrit që janë të pranishëm në këtë aktivitet. Përshëndes të gjithë mësuesit ndihmës që u angazhuan maksimalisht në realizimin e kësaj veprimtarie, që në fillim mendova kur planifikova veprimtarinë të festave nëntorit, pse jo, thash, të bëj një veprimtari specifike, kushtuar nxënësve me aftësi ndryshe. Ata janë si ne dhe duhet të festojnë me ne. Andaj uroj të gjithëve suksese, uroj të gjithëve që keni ardhur në këtë veprimtari dhe le të festojmë së bashku. Faleminderit. Prindrit e nxënësve me aftësi ndryshe vlerësojnë pjesëmarrjen dhe angazhimin e fëmijëve me nevoja të veçanta në aktivitetet organizuara dhe të përgatitura nga shkollat e Mallakastrës për të ecur më tej në integrimin e tyre në shkollë, në jetë dhe në shoqëri. Sipas tyre, mësuesit e apasionuar dhe profesionistë me punën e tyre, që vazhdon dhe përtej klasës, me prindrit dhe nxënësve të kësaj kategorie, po i ndryshojnë jetën fëmijëve me aftësi të kufizuara. Është shumë e vërtetë. Edhe këto nëna janë heroina. Gjitha ato nëna që rritin fëmijë me aftësi ndryshe janë heroina. Janë nëna që nuk e kanë ngopur syrin me gjumë, janë nëna që nuk e kanë ngopur vargun me bukë, por jemi të sigurt që kanë një man me dashuri. Dhe dua një mesazh, çfarë mesazhi keni ju për nxënësit, për shokët e fëmijëve tuaj, për shkollën, për mësuesit? Unë kam vërtet një mesazh për të gjithë nxënës, mësuesa dhe fëmijë, sido që janë me aftësi ndryshe, apo si gjithë tjerët. Ata janë si gjithë të tjerët, pavarësisht se si ndodhen, se si ndihen, se si përgojohen, se si përbuzen. Unë jam krenare dhe respekt për të gjithë. Mesazhi im është të doni veten në radhë parë, pastaj Të kemi zemrën plot, pasi i treguam të gjithë shoqërisë se këta fëmijë janë sfida e gjithë secilit prej nesh, janë ne edhe më shumë se ne, se nga shpirti i tyre merr dritë dhe paqe gjithkush, tha në përfundim kreu i ZVAP në Mallakastër, zonja Loreta Zeqaj. Në aktivitetin për fëmijët dhe të rinjt me aftësi ndryshe, në rastin e festave të nëntorit, ata demonstruan talentin dhe vlerat e tyre në pikturë, art e letërsi, për të cilat edhe u vlerësuan.